Në veri të Shqipërisë, pjesa më e madhe e bashkive të reja kanë trashëguar një infrastrukturë të dëmtuar nga komunat malore. E tillë është gjendja në njësinë administrative Shllak në bashkinë e Vaut Dejës, ku për shkak të pamundësisë financiare, bashkia po bashkëpunon me Famullinë për përmirësimin e infrastrukturës së zonës. Korrespondenti ynë Pullum Sulo përgatiti kronikën në vazhdim. Ashtu si në shumicën e njësive administrative malore në veri të Shqipërisë, edhe në atë të Shllakut në bashkinë Vaut Dejës, banorët përballen çdo ditë me një situatë të rënduar në rrugët automobilistike, kushte të vështira në një pjesë të shkollave, por edhe probleme me shërbimin shëndetësor. Shllaku gjendet rreth 50 km larg qendrës së Vaut Dejës dhe gjatë stinës së dimrit thuajse izolohet plotësisht. E pafuqishme për të investuar në përmirësimin e rrugëve dhe shkollave në këtë zonë të thellë malore, bashkia po bashkëpunon me Famullinë e Shllakut. Duke folur për rikonstruksionin e rrugës që shkon drejt qendrës së njësisë administrative, administratori i saj Hil Kodra vlerëson këtë bashkëpunim. Kjo fazë që shihni edhe ju ka një përmirësim të dukshëm në cilësinë e saj, si edhe në lëvizjen e banorëve të saj zone. Kjo është bërë fal bashkëpunimit që bashkia ka pas me Famullinë, me IPZ-n e Shkodrës. Ma përpara ne nuk kene pas një bashkëpunim tillë për arsye sepse fondet që njësia jonë ose komuna, ish komunat, në atë kohë nuk kemi pas dhe nuk kemi mujtë të bëjmë bashkëpunime të tilla siç i bën sot bashkia. Pjesë e bashkëpunimit është edhe rikonstruksioni që u bë ditët e fundit ndërtesës së shkollës fillore në fshatin Pronimall, e cila ashtu si edhe shkolla e Toplanës ishte në gjendje teje të shkatërruar. Kemi rimarrë tashmë një cikel të ri bashkëpunimesh në këtë zonë që për dekada mund të themi ka qenë e harruar nga pushteti politik, edhe konstruksioni i kësaj shkolle do të vinë në ndihmë pikërisht fëmijëve, krijesave më të bukura që Zoti na ka dhënë si dhuratë, në mënyrë që shkollimi i tyre e arsimi i tyre të krijojnë në këtë mënyrë një të ardhme të sigurt për këtë vend edhe për marrë komunitetin në zonën e Shllakut. Ndërkohë qendra shëndetësore e Shllakut megjithëse është në gjendje të mirë dhe e pajisur me medikamentet e nevojshme, sipas këshilltarit bashkiak Ndos Leka, aty ndjehet mungesa e mjekut, ndërkohë që në fshat ka dhe probleme me energjinë elektrike. Populli i Shllakut ka nevojë për një doktor s'pakti 3 herë në javë, se s'ka kanë banor këtu, edhe problemi i dritave. Letërshisti banon shumë larg, populli jashtë pa drita, kanë në fshatin Vukaj, e kanë pa dritat e 7 vjet, kanë edhe një fshat i të poshtë, si nuk banojnë tash 15 vjet, ju kanë ardhur ka 3,5 milionë drita, edhe s'kanë as shtëpiac nuk ekzistojnë me tokë, edhe kanë ka 3,5 milionë drita bërç. Pjesa më e madhe e bashkive të reja të krijuara një vit më parë në zbatim të reformës territoriale administrative vazhdojnë të përballen me pafuqi financiare për investime në përmirësimin e infrastrukturës së tyre publike, kjo jo vetëm për shkak të borxheve të trashëguara nga ish komunat, por edhe mungesës së kapaciteteve për të grumbulluar të ardhurat, gjë që i ka shtyrë ato për të gjetur mënyra bashkëpunimi në të mirë të përmirësimit të jetës së banorëve. Për Zërin e Amerikës nga bashkia Vaut Dejës Pullum Sulo.